Atmosfera festive të premtes së madhe ka përfshirë qytetin e Korçës, ku mijëra qytetarë dhe turistë janë bashkuar organizimeve madhështore për të ndjekur nga afër ritin e kalimit nën epitaf. Epitafet e 6 kishave të qytetit janë bashkuar fillimisht në sheshin para katedrales Ngjallja e Krishtit për të vijuar më pas procesionin përgjatë rrugëve të qytetit, të shoqëruar nga një numër i madh besimtarësh. Ndryshe nga vitet e kaluara, procesioni këtij viti është udhëhequr nga Ati Ilia Kotnani pas zgjedhjes së hirësisë së tij Joanit si kryepeshkop i Kishës Ortodokse të Shqipërisë. Të premten e zezë, që simbolizon përkujtimin e vuajtjeve dhe vdekjes së Jezu Krishtit në kryq, besimtarët ortodoks janë mbledhur për të kryer ritualet fetare, duke u bashkuar në lutje dhe reflektim shpirtëror. Kjo ditë vjen pas një jave të ngjeshur për besimtarët që nisin me panairin tradicional të Poçerisë dhe që do të kulmojë të shtunën në mbrëmje, ku mijëra besimtarë do të mblidhen në shesh për të marrë dritën e qirinjve, simbol i ringjalljes dhe ndriçimit të shpirtit. Kulmi i festimeve pritet të jetë nata e së shtunës me një pjesëmarrje masive, ndërsa të dielën e Pashkës, familjet ortodokse do të mblidhen në tryezën festive në një atmosferë të veçantë familjare. Ndërkohë, përmes pikës kufitare të Kapshticës, vetëm gjatë këtyre 2 ditëve kanë hyrë në vend mbi 12.000 persona që do të festojnë Pashkët pranë familjarëve të tyre. Korça po mirëpret gjithashtu një numër të konsiderueshëm turistësh, të cilët kanë zgjedhur të kalojnë pushimet e Pashkëve në qytetin juglindor.